nuk ekziston ajo shpreha e famshme që më kollaj ndrohet feja se sa, më thoj sa. Gruaja është për çfarë? Tani gjithçka fillon së pari mendoj nga tradita familjare. Neve me gjithë familja, i gjithë fisi, mos them e gjithë lagja, ku ne jemi lind, jemi rrit, mos them edhe më lart se e gjithë lagja, një pjesë e mirë e qytetit. E tjetër, për domethënë, është ky pasioni dhe tifozliku për ekipin e zemrës, për ekipin e qytetit. Në rast, unë jam tifoz i Shpendit Tiranës, historikisht gjithë ato që numërova, dhe logjikisht ajo të futet në DNA. Po nuk ekziston ajo shpreha e famshme që më kollaj ndrohet feja se sa, më thoj sa. Gruaja është për çfarë? Ekipin e zemrës dhe rrjedhimisht duke ndjekur ekipin e zemrës, pasoni për futbollin, pasoni për kombëtarin, pa diskutim, të kthehet të futet në DNA ajo. Edhe është e pamundur që ta heqësh nga vetja jote.